do t'ishte gabim shumë i rëndë, po të mos mbështesje çdo prokuror, çdo gjykatës, çdo hetues që zbaton ligjin. Dhe në këtë kontekst ju duhet ta dini mirë se interesi më absolut për funksionimin e shtetit ligjor është i opozitës dhe qytetarëve. I opozitës dhe qytetarëve. Por, do t'ishte fatale në qoftë se opozita hesht para prokurorëve të lidhur me krimin, para prokurorëve që kundrejt rishfeteve të majme mbrojnë kriminalët, mbrojnë vrasësit, majnë në xhep fletë të arrestit, u dërgojnë mesazhe se jeni arrestuar. Më thoni ju mua, a mund të pranohet një gjë të tillë? Në qoftë se ne pranojmë një gjë të tillë, ne përfundojmë me drejtsinë e Elena Gjoks. Ja ku e keni. Ja ku është gjykatësia. E dënuar me burg në Greqi dhe fshehur dënimin. E përzën 2 herë nga Greqia për falsifikim dokumentash dhe fshehur përzënje. Dhe sot ka kap përfyti një shtet të tërë. Në mënyrën më të pa imagjinueshme, në një kohë kur në ligjet dhe kushtetutën e Shqipërisë, të 3 këto rrethana janë rrethana ligjore që i ndërpresin mandatin si gjykatëse dhe e çojnë në burg. E çojnë në burg sepse i ka fshehur, i ndërpresin mandatin sepse ka ndodhur. Kurse dje KLG-ja votoi për të mos i ndërprer mandatin asaj. A mund të imagjinoni se ku jemi? Dhe pse? Sepse ajo është mikesh e Gysa Gasit, por jo më pak e Linda Ramës dhe Edi Ramës. Që ta dini domethënë. E keq përdorur në shkallë ekstreme kundër kundërshtarëve politik, por në rrafshin ligjor një delinkuente me krime kushtetuese dhe krime ligjore të rënda. Atëherë, a mund t'i marrim ne as mund t'i marrim të gjithë një lloj, por sikundër duhet të mbështesim ata që punojnë, duhet të denojmë, të kemi guximin, të denojmë dhe denoncojmë ata që janë të lidhur me krimin. Ju më keni dëgjuar mua shpesh të atakoj Altin Dumanin. Dhe pse kam atakuar unë? Sepse çdo njeri që pranon se me rrogë shteti mund të kesh 3 apartamente, ose bën dudumin, ose bëhet avokat i tij. Nuk mund të kesh 3 apartamente me rrogë shteti. Zblihen dot. Bëj si të duash ti llogarit. 35 vjet me rrogë shteti, unë kam blerë 40 metra më shumë se apartamenti që kam patur. Ta supozojmë se po të kurseja mund t'i blija 60 metra. Po një apartament vetëm me te nuk e blija dot. Vetëm me rrogë. Pa marrë kredi. Prandaj dhe, tani më thoni mua, a duhet i themi ne këto, apo nuk duhet i themi ne këto? Unë do i faktoj shqiptarëve çdo gjë që kam thënë, por mbi të gjitha, i dashur mik. Për opozitën, thash dhe njëherë, nuk ka njerëz më të bekuar, më të vlerësuar se gjykatësit, prokurorët, policët, hetuesit që zbatojnë ligjin. Ma më thua pak, çfarë do i thuash ti
ish gjelatit sigurimit shtetit Arben Kraja dhe Altin Troplinit, të cilët në dosjen e krimit elektoral, dosje e ndërtuar mbi bazën e vendimit të gjykatave, e publikuar në mediat më të mëdha ndërkombëtare. Amnistuar në krimin elektoral, më thuaj pak ti mua. A nuk është kjo një licencë për qeverinë dhe Edi Ramën që të përdor çdo mjet kundra zgjedhjeve? Prandaj dhe i dashur mik, ne duhet të jemi objektiv dhe të vërtet, kjo është rëndësishme. Pra, e kemi mbështetur dhe mbështesim çdo veprim që godet krimin, dhe çdo prokuror dhe gjykatës, por dënoj me forcën më të madhe, si delinkuent dhe kriminal, ata të cilët shkelin ligjet dhe bashkëpunojnë me krimin.